Historiani serb Milan Protic beson se Serbia do të arrijë një marrëveshje me Bashkimin Evropian si negociatori kryesor për çështjen e Kosovës për antarësimin e plot dhe në këmbim do pajtohet për një vend për Kosovën në Kombet e Bashkuara. Ai vlerësoi se antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara nuk është çështje thelbësore për Serbinë, ndërsa antarësimi në Bashkimin Evropian është, sipas tij, me një marrëveshje që nënkupton antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian dhe pëlqimin për antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara, Serbia do fitonte diçka që është thelbësore, por diçka që është formale. Protic nuk shet dilemë mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, sepse siç tha ai, ka kohë që është i bindur se për fat keq, Kosova humbi përmes politikave katastrofike që datojnë që nga koha e Titos dhe më pas sidomos gjatë regjimit të Miloševićit. Të gjitha përpjekjet për ta mohuar dhe kontestuar këtë realitet kaq të vështirë dhe të dhimbshëm për serbët me mjete diplomatike jo efektive kanë qenë e pafrytshme dhe dëmshme për interesat e Serbisë, sepse kjo çështje po e mban peng Serbinë, duke mos realizuar interesa të tjera jetike, deklaroi Protic duke shtuar se kur çështja të përfundojë, antarësimi i Serbisë në Bashkimin Evropian varet nga zgjidhja e statusit Kosovës, duke avokuar për arritjen e një marrëveshje në interes jetik të Serbisë, sipas së cilës Unioni Evropian do të ishte garantuesi i mbrojtjes së të drejtave kolektive dhe individuale të serbëve në Kosovë. Ai gjithashtu e konsideron idenë e një konflikti të ngrirë si humbje kohe në të cilin po vuajnë serbët të Kosovë dhe pikërisht për shkak të këtij konflikti të ngrirë, si dhe vendimeve të pamenduara në të kaluarën, tërheqjes nga institucionet e Kosovës dhe bojkotit të zgjedhjeve, komuniteti serb në Kosovë është vënë në një pozitë praktikisht të pashpresë. Historiani serb Milan Protic tha se nuk e sheh formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe si zgjidhje epokale, sepse juridiksioni i tij do të jetë i kufizuar. Ai gjithashtu tërhoqi vëmendjen edhe për mundësinë që në rast të formimit të asociacionit në Kosovë, të njëjtën gjë do të kërkonin dhe shqiptarët në Preshev dhe Bujanoc. Si do të reagonte Serbia ndaj kësaj? A do të binte ajo në kurthin e ngritur vet nëse një grup rregullash zbatohet për serbët dhe një tjetër për shqiptarët? Jo. Apo do lejonte një komunitet komunave shqiptare në Serbinë Jugore? Shtroi një seri pyetjesh historiani serb dhe po ashtu kujtoi se përvojat e Serbisë me referendumet për Kosovën nuk kanë qenë të mira, që nga koha e Slobodan Miloševićit. Ai gjithashtu tha se aktualisht nuk sheh asnjë rrezik konflikti në Kosovë, kryesisht për shkak se trupat e NATO-s janë të vendosura atje. Asgjë nuk mund të bëhet me forcë. Shqiptarët vendosën të ecin vet, ashtu siç vendosën të ecnin vet kroatët dhe slovenët, si dhe të gjithë popujt e tjerë të ish Jugosllavisë. Nëse kjo është e mirë apo jo është çështje vlerësimit nga ata. Serbia duhet pajtohet me këtë realitet, sado i vështirë është, theksoi Protic, i cili shpreson se janë nxjerrë mësime që nga koha e Slobodan Miloševićit, nga vuajtjet e asaj kohe, nga luftrat e humbura dhe imazhi negativ i Serbisë në botë. Shpresoj që asnjë nga njerëzit serioz në Serbi të mos ushqejë më ëndra dhe të bëj plane agresore, potencoi historiani Protic. Yje dhe heronjtë e mediave shqiptare, kështu i quajti disa herë deputetët opozitës kryetarja e Kuvendit Serbisë Ana Brnabić nga foltorja e Kuvendit gjatë seancës së 4 marsit. Deklaratat e saj janë pasqyrimi i kulturës politike të institucionalizuar. Me këtë propagandojnë urrëtia etnike që rrezikon drejt për drejt sigurinë e shqiptarëve në Serbi, tha për Radio Europa e Lirë, ish kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Agmi Mustafi. Nga kabineti i kryetarit së Kuvendit dhe i Partisë Progresive Serbe në pushtet, nuk i përgjigjen pyetjeve të Relit në lidhje me fryrjet të bëra. Nuk është hera e parë që Ana Brnabić fyen popullin shqiptar dhe nuk është as vetëm zyrtare serbe, që i ka quajtur ata me emër timfyes. Fyerjet nga nivele më të larta të pushtetit kanë vazhduar pavarësisht vendimeve të një gjykate në Serbi, e cila ka cilësuar termin shqiptari si politikisht të pasakt dhe fyes. Po ashtu edhe komisionerja për mbrojtjen e barazisë ka vlerësuar më parë se përdorimi i tij shkel ligjin për ndalimin e diskriminimit. Pasi deputetët e opozitës sodon bomba tymyese në sallën e Kuvendit, kryetaria e tij i quajti ata bandit terrorist. Dua të informoj deputetët se ata të opozitës janë yjet e të gjithë mediave të Albin Kurtit, kryeministrit të Kosovës, mediave shqiptare, u bot yje, janë ndjekësit e tij, i lumt. Ajo akuzoi kryeministrin e Kosovës për metoda terroriste, duke aluduar në gazin Lociellës, që deputetët e televiziave vetvendosi kishin hedhur në të kaluarën në Kuvendin e Kosovës. Gjua fyese dhe denigruese u përsëritet disa orë më vonë. Kjo është vetëm një pjesë e vogël e asaj se si u lavdërojnë mediat shqiptare, u tha Brnabić i opozitës, duke treguar faqet e internetit të mediave Koha dhe reporteri nga Prishtina, të cilat kishin raportuar për bomba tymyese dhe për leshjen mes deputetëve në Kuvendin serb.